Të dashur qytetarë të Gramshit, të nderuar demokratë dhe demokrate, të rinj dhe të reja që besonin në liri, dinjitet dhe shpresë. Mirë dita dhe mirë se keni ardhur. Sot jemi mbledhur këtu në këtë qytet me tradita, me histori dhe me njerëz zemërbardh për një qëllim të madh e të përbashkët, për të rikthyer shpresën, dinjitetin dhe të ardhmen që i takon Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ky nuk është vetëm një takim elektoral. Ky është shëtubim i zemrës, i mendjes dhe i vullnetit qytetar. Një bashkim për te frikës, për te ndarjeve, për te presioneve të përditshme. Ne që jemi sot këtu, përvajsojmë një shumicë që kërkon ndryshim. Dhe ne e dim se dhe ata që nuk mund të sot të jenë të pranishëm për shkak të frikës apo trysnisë, do të na bashkojnë me 11 maj, sepse është koha që të gjithë të ngrihemi bashkë me dinjitet dhe kurajo. Jemi në prag të një fitoreje që nuk do të jetë thjesht fitore politike, do të jetë fitore morale, kombëtare, qytetare. Do të jetë një fund i denj për një periudhë të gjatë mashtrimesh, abuzimesh dhe përbuzje ndaj qytetarit shqiptar. Shqipëria ka nevojë për një kthes të veçantë. Ka nevojë për një politikë që i shërben qytetarit, jo një politikë që sundon për interesa personale. Ka nevojë për një politikë të përgjegjshme, të ndershme dhe të lidhur ngushtë me hallet dhe ëndrat e njerëzve. Në këtë rrugëtim, të rinj ka një rol kyç. Ata janë energjia që do të lëvizë Shqipërinë përpara. Është koha që të dëgjohet zëri juaj. Është koha që të merrni përgjegjësi dhe të tregoni se jeni gati për të ndërtuar një vend më të drejtë, më të bekat dhe më të hapur ndaj së ardhmes. Në momentet më kritike të historisë sonë të re, kur demokracia ka qenë në rrezik dhe liria është cënuar, ka ekzistuar gjithmonë një zë i qartë, i guximshëm dhe i pathyeshëm, zëri profesor doktor Sali Berishës. Ai nuk është thjesht lideri i së shkuarës. Ai është një udhëheqës i idealeve që nuk zbehet me kohën. Ai është njeriu që ngriti themelet e pluralizmit, që i dha shqiptarëve zërin e munguar, që besoi te fuqia e të rinjve dhe te vlera e votës së lirë. Ai është një simbol që mëshiron përpjekjen tonë për Shqipëri më të drejtë, më të ndershme dhe më të zhvilluar. Sot, më shumë se kur, ne kemi nevojë për këtë vizion dhe për këtë përkushtim. Shqipëria nuk mund të presë më. Shqipëria kërkon ndryshim dhe ky ndryshim vjen vetëm me bashkimin ton, me pjesëmarrjen ton dhe me mbështetjen për njerëz që nuk janë dorëzuar kurrë. Gramsci ka qenë gjithmonë një zë i lirisë dhe i dinjitetit, dhe këtë herë do të jetë sërish në ballë të ndryshimit. Të bashkuar le të tregojmë se kemi forcën dhe mençurinë për të ecur përpara. Le të luftojmë me dinjitet, të fitojmë me bindje dhe të qeverisim me drejtësi. Fitore për Gramscin, fitore për Shqipërinë, fitore për të ardhmen tonë. Faleminderit.